Nisim programin e Drekës edhe për sot, largojmë për pak momente vëmendjen nga politika e ditës dhe fokusojmë atë tek gara për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Deri tani, nëse nuk gabohem, janë 16 aplikime për këtë post, dallojnë kandidatet gra, 2 gra janë aplikante, si është perceptimi në publik, po mbi të gjitha i atyre njerëzve që e njohin shumë mirë sistemin, siç është zoti Fation Softa, ish drejtues i lartë i policisë së shtetit. Mirë se erdhët në studio. Kënaqësi të jemi së bashku. Kjo është një garë e cila vjen pas një largimi me dorëheqje pa dorëheqje, është komentuar gjatë çështja e zotit Proda, por e sigurt është që as ai nuk e mbaroi dot mandatin 5 vjeçar të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Askush në fakt nuk e ka përfunduar dot mandatin. Gjithmonë o e kanë lënë, o i kanë larguar nga detyra. Kështu që në këtë fazë që ndodhet vendi, kjo garë sa reale është? Së pari rëndësi ka një gjë që gara është brenda sistemit. Të gjithë ata që janë në garë janë punonjës të strukturës policisë, njerëz të cilët gëzojnë dhe kanë bërë nërmjet punës një karrierë, e cila është e admirueshme për çdo që është në këtë garë. Këtu dalloj 3 kategori personash. Pra persona të cilët në garë janë drejtues qarku, që kryesisht janë me drejtim operacional. Kemi persona të cilët janë drejtues administrativ, që janë brenda drejtorisë përgjithshme të policisë, një që është në garë dhe një që ka qenë dhe kërë rikthehet, dhe ish drejtues lartë që marrin pjesë. Risi nuk e di mos gaboj, janë dhe 2 zonja që garojnë në këtë garë, gjë që plotson atë që themi dhe barazia gjinore, ku dhe gratë patjetër që në institucionet e sigurisë ka një rol të rëndësishëm. Edhe këto vinë nga sistemi? Edhe këto vinë nga sistemi. Nga strukturat? Nga strukturat. Tashmë, gara është hapur, numri është i madh, sigurisht që gara e shëndosh, po themi, kualitetin e përzgjedhjes si do të ketë komisioni. Por roli i drejtorit përgjithshëm policisë është një rol shumë specifik. Pse? Sepse fatkeqësisht në thonjza e kanë trajtuar si një funksion politik. Nuk është e tillë? Normalisht nuk është e tillë. Vendos kryeministri shkarkimin ose që nga vendosja e kryeministrit, kryeministri do të jetë ai që ka majorancën, ka dhe përgjegjësinë për sigurinë e rendit publik. Kështu që është detyrimisht që do të ketë. Ka një ministër që i ka deleguar kompetencat apo jo? Këtu fillon ndryshimi. Që asnjë ministër nuk ka kryer një mandat plot dhe çdo ndryshim i një ministri të brendshëm ka sjell largimin apo ndryshimin e drejtorit përgjithshëm. Dhe kjo mungesë stabiliteti e këtij drejtuesi ka sjell këto anomali ku ndaj policisë shtetit gjithmonë ka pasur paqëndrueshmëri. Paqëndrueshmëri do të thotë që një pjesë e strukturave, po të shkosh poshtë, janë pritje. Sa po merr detyrën një drejtor, shkruar si një mënyrë mendimi që mbase 2 vjet do jetë ky. Sepse nuk pam vërtet në historinë e pluralizmit që një drejtues ketë arritur të përfundojë mandatin. Mendova dhe menduam që ndryshimet ligjore patën një risi. Unë kam qenë tek personat e parë që kanë bërë publikisht 2 propozime. Drejtori të zgjidhet me garë, dhe gara të mos jetë emër, as CV, po të jetë platformë. Pra, të dilet sikur se doli me strukturën e posaçme, 16 nuk e di, po ata që mund të kualifikohen dhe nërmjet medjave, qoftë dhe në mënyrë publike, në një ambient profesional, secili të paraqes vizionin dhe platformën çfarë do të bënte ai gjatë mandatit të tij. Dhe në fund të përzgjitet platforma më e mirë, dhe patjetër duhet të jetë platforma. Sepse nëse shkojmë tek emri, e kemi zvogëluar rolin e drejtuesit kryesor të policisë së shtetit. Dhe nëse ne nuk do kemi stabilitet tek drejtuesi, patjetër nuk kemi stabilitet dhe tek platforma. Çfarë ndodh? Një drejtues që merr detyrën, patjetër që ka një strategji, të paktën 5 vjeçar. Çfarë do të bëj në vitin e parë, çfarë do të bëj në vitin e dytë dhe çfarë do të bëj në fund të mandatit tim. Dhe si e tillë, kjo strategji shtrihet dhe përkon me platformën e politikës të partisë qeverisë. Pra në kuadrin e platformave të sigurisë kombëtare. Por kjo gjë sapo fillon, sapo merr detyrën, sapo njeh strukturën, kjo ndërpritet. Dhe do të vi dikush tjetër dhe kjo gjë pafundësisht në 35 vite ne kemi ndryshuar pafundësisht strategji, apo pafundësisht nuk kemi pasur një strategji të mirëfillt çfarë do të bëjmë me policinë e 2050-s, po themi.
qëse nuk do të thonin policinë e 2030-s. Dhe si ndikon kjo tek qytetari i thjesht, ose çfarë mesazhi jep ky realitet jashtë strukturave të policisë së shtetit? Mesazhi nuk është pozitiv, sepse sapo zgjidhet një drejtues policie, mbas disa muajsh fillojnë sulme ndaj tij. I morën telefonin, është i lidhur nga krimi, e kanë propozuar grupet kriminale dhe kanë ndodhur. Po mirë, kur pas ka qenë kështu, si i vendosin? Vendos një që të jetë i qëndrueshëm, aq më tepër që Shqipëria është në prag dhe në rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian, dhe një nga institucionet e sigurisë, siç është Policia e Shtetit, patjetër do të ketë platformën e saj për t'u përshtatur, jo vetëm në legjislacion, por edhe në strategjinë e saj që të përshtatet vendet të Bashkimit Evropian. Për shembull, që nga ndryshimi që patëm, ka pasur dy struktura. Ka qenë Ministria e Rendit Publik dhe Ministria e Pushtetit Lokal. Ja sa shpezulluar nga detyra një polic për shkak të lidhjeve të tij me sa duket me grupet kriminale. Kjo është lajm për ditë. Për ditë ndodh kjo. Oficer, punonjës të cilët kanë një nivel të caktuar, dhe ky është një problem shqetësues. Kjo anomali e ndryshimit drejtuesve. Po, dhe kjo është çështja, çfarë i bën këta njerëz të përkrahin grupet kriminale, të jenë pjesë të strukturave të grupeve kriminale? A vjen kjo si pasojë e një mosstabiliteti në fakt që nga kreu e mandej me radhë se kjo punë pastaj shkon në zinxhir dhe ata duke u ndier ndoshta të pambrojtur, jo të mirëpaguar, joshen nga grupet kriminale? Që në momentin e parë që bëjmë një përzgjedhje thash do të vijmë me atë platformë që thash, mbi bazën e një autoriteti profesional, por dhe mbi bazën që vetë struktura, vetë kolektivi ta pranoj. Është shumë rëndësishme kur organizata e pranon si drejtuesin e saj. Sepse kjo do të rrisi dashurinë dhe do të rrisi respektin ndaj një personi i cili është shumë rëndësishëm në mënyrën se si duhet ta përzgjedhë. Juve ju rezulton se drejtuesit nuk janë pranuar prej tyre ndër vite? Ka pasur plot drejtues që nuk kanë qenë pranuar nga struktura, që nuk e ka dashur vetë organizata drejtuesin e përzgjedhur. Prandaj duhet të shkëputet nga politika dhe ose duhet marrë konsensusin e politikës. Pra, jo vetëm partisë A, po dhe të partisë B, sepse sa po merr detyrën, do të atakohet politikisht gjithmonë për ta parë si përballje me policinë e shtetit, duke menduar si një përballje me qeverisjen e vendit. Dhe kështu herë vonë do të vi largimi i tij nga do të vi prapë radha e largimit, do të ndryshojë ministri dhe kështu do të kemi ndryshime të tjera. Për shembull konkretisht me rastin Proda, ju mendoni se u gjet shkaku për të larguar nga detyra atë? Pra ajo historia tek Vila 31 ku ishin brenda disa shtetastues dhe ju rrezikua jeta nga zjarri që u vendos për shkak të protestës së opozitës? U gjet shkaku mendoni? Unë mendoj që u gjet shkaku. Për shkak se kishte qenë më herët i atakuar, i përfolur, celulari i marrë etj me radhë. Që u gjet shkaku. U gjet shkaku. Sepse unë jam dakord që në një rast madhor mund të shkarkohet ose t'i bëhet presion, forma e presionit për dhënë dorëheqje drejtorit përgjithshëm. Por ka disa radh para se të vish tek drejtori i përgjithshëm. Është shefi i rendit, është shefi i krimeve ose drejtoritë e tyre. Drejtoria e rendit, drejtoria e krimeve, drejtoria e qarkullimit rrugor, drejtoria e cila merret me burimet njerëzore, pra ka disa struktura. Dhe ky është menaxheri. Nuk është drejtuesi i operacionit. Dhe nëse do të kishim pasur goditje, paralajmërime dhe shkarkime, patjetër mund vinim duke i konsumuar qoftë edhe nga ana morale, që ndaj drejtuesit duhet bëjmë një ndryshim të duhur. Në këtë moment, goditja ndaj një objekti, në vend që të merremi ata që e goditën, merremi me atë që pse nuk e pengoi për ta goditur. Në shumë vende të botës ka ndodhur që ka pasur ngjarje të tilla. Por nuk do të thotë se është shkarkuar drejtori i përgjithshëm ose është shkarkuar ministri i brendshëm. Largimet e tyre kanë shkuar për çështje të tjera, por nuk kanë shkuar për çështje të kësaj natyre. Nëse do t'i referohemi shumë vendeve, Italisë, Francës, Anglisë dhe vendeve tjera, për shumë teknik pozicioni i drejtorit të përgjithshëm. Është shumë më pak i atakueshëm dhe shumë më pak i ekspozueshëm. Të ekspozuar janë strukturat. Dhe në aq kohë sa nuk merremi me strukturat, patjetër pastaj shkojmë dhe atakohemi dhe godasim majën e piramidës së kupolës policisë, duke kërkuar ta çmontojmë ose duke kërkuar ta demotivojmë vetë punësin e strukturës poshtë. E kuptoj. Kë shikoni favorit nga kandidatët, zoti Softa? Që të gjithë janë kandidat potencial. Por unë do ta analizoja në dy drejtime. E para, eksperjenca e gjatë,
gjatë kohës që kanë shërbyer në strukturës policore dhe formimi profesional. Pra nuk është e thënë se ke uniformin e policisë dhe ke bërë vitet në polici, por dhe detyrat që ke kryer në këtë lloj strukture. Dhe e dyta, thash që të jetë një figurë që të arrijë një konsensus dhe Rama ka filluar të aplikojë këto konsensuset në disa vende, që të mos ketë goditje dhe përplasje që mund të vinë për shkak të dallgëve apo valve magnetike ose valve të politikës. Do të veçoni Zoti Vocaj e shikoj si kandidat më potencial për dy arsye. E para është 24 karat oficer polici. I ka shërbyer në shumë vite policisë në disa funksione, që nga drejtuesi komisar, që nga zëvendës drejtori i policisë Tiranës në vitet e proceseve demokratike, ka qenë drejtuesi i komisariatit nr. 2, i komisariatit nr. 3, ka qenë në drejtim të lartë të strukturës policisë shtetit, duke shërbyer në administratën e lartë, kryesisht me krimet, ka drejtuar policinë e Tiranës në një moment vështirë, ku rezultatet e tij kanë qenë të dukshme dhe të pranueshme, pra njeh dhe forcën operacionale, dhe vjen ndërkohë nga Akademia e Policisë, pra edhe pjesa akademike. Kështu që është një figurë e cila i përmbush rasti i Rumbullakut për shembull. Nuk pati goditje, nëse pati stabilitet. Rumbullaku u largua për shkak të ndryshimeve ligjore, për shkak të ndryshimit që pati një garë, dhe kjo lloj gare ai nuk u paraqit dhe nuk u fut për të bërë pjesë e garës. Dhe patjetër ka edhe të tjerë të përshtatshëm, por megjithatë është një komision që mendoj që do të vendosë. Por këtë e veçoj si kandidatin më potencial dhe më të mundshëm, dhe në përgjithësi kur kanë bërë analiza, kanë rezultuar mbi bazën e eksperiencës për të bërë këtë lloj. Këtë komision e shikoni apolitik? Si e gjykoni ju? Nuk mund ta paragjykoj. Sigurisht që e vlerësoj. Është ngritur mbi bazë ligjore, është një institucion serioz i një ministrie të brendshme, dhe patjetër që ky komision do të bëjë një lloj vlerësimi dhe sigurisht komisioni mbi bazën e vlerësimit ja paraqet ministrit brendshëm. Ministri brendshëm merr listën e rezultateve të këtij testimi, ku janë disa elementë në këtë testim, eksperienca, puna, aktiviteti, rezultatet e tjerë, dhe pastaj është ministri që i propozon kryeministrit dhe kryeministri vendos për ta emëruar drejtorin e përgjithshëm. Por në rastin e parë, mendoj që është kushti i nevojshëm që të ketë një garë mbi bazën e një platforme, dhe kushti i nevojshëm dhe i mjaftueshëm do të ishte nëse drejtori i përgjithshëm policisë, unë e kam thënë me 10 herë, po e them përsëri dhe sot, me që është momenti, duhet të marrë votat në Parlamentin shqiptar. Sepse një drejtor që merr votat në parlament do t'u bënte si prokurori i përgjithshëm, si avokati i popullit, si dhe disa institucione të tjera të qëndrueshme, të cilët janë, dhe në veçantë është institucion sigurie, i sigurisë kombëtare. Gjë që do të arriste interesin edhe të klasës politike, sepse çdo klasë politike, pavarësisht është e majt apo është e djathtë, është në majorancë apo është në opozitë, të gjithë kanë fokus sigurinë kombëtare. Dhe kjo është pika që duhet i bashkojë një profesionist në krye të policisë që ta lënë të qetë për të kryer detyrat e tij funksionale. Në gjykimin tuaj, kandidatët ftohen të jenë kandidat apo zgjedhin të garojnë për postin e drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit? Shiko, ka e thënë në mënyrë mediatike ose në mënyrë kështu diplomatike, secili ka të drejtën dhe shkon dhe garon. Po nuk tha dikush, po nuk thirrë dikush. Mendoj që nuk e ndërmerr njeriu ata. Po, shiko, është vend shumë i rëndësishëm. E ka bërë koha të rëndësishme, sepse ka disa detyra shumë të rëndësishme dhe faktori ndërkombëtar shumë i interesuar për dy sektor, policia e shtetit dhe struktura e posaçme. Po të shikojmë, policia e shtetit është ngritur shumë nga pikpamja e trajnimit, është ngritur shumë nga pikpamja e partneritetit dhe bashkëpunimit me faktorin ndërkombëtar. Në sa raste operacionet e përbashkëta midis policisë italiane, po dhe policive të tjera të Bashkimit Evropian kanë qenë që kanë rezultuar struktura e posaçme, BKH-ja dhe policia e shtetit. Dhe drejtori i përgjithshëm policisë, ashtu si ai i Spakut, kanë takime me homolog të disa vendeve, sepse nuk janë vetëm politikat që ata i afrojnë, por janë dhe strategjitë ndaj luftës ndaj krimit të organizuar. Dhe sfida më e madhe është krimi i organizuar, i cili është rritur shumë dhe ka rritur në nivele të frikshme në vendin tonë. Dhe si i tillë, kjo do të jetë një prioritet. Prandaj, më shumë se emër, unë do të kërkoja të kishte një stabilitet, që ky institucion të ishte stabil, të kryente mandatin deri në fund. Zoti Softa, ju e njihni strukturën mirë.
Për shembull, ju pse nuk e aspiruat këtë vend këtë herë? Pse nuk garuat ju? Apo s'ju thamë të garonit, nuk ju ftuan, le të themi. Shiko, unë kam pasur gjithmonë aspiratat. Dhe nga njëherë aspiratat janë në qoftë se po e bëjnë në mënyrë më banale problemin. Në qoftë se aftësitë e mia fizike janë që mund të kërcej 2 metra, nëse do kesh një shkop, mund të kërcesh dhe 5 metra. Po. Pra nuk varet shumë nga aftësitë tuaja. E kuptoj. Unë i kam dhënë shumë punëve të mia në administratën publike, pafundësisht në gjithë pjesën time të karrierës, por kam marrë shumë pak në raport me atë që kam dhënë. Dhe unë e di shumë mirë që nëse ti nuk ke mbrapa teje një grup mbështetës, grupe interesi ose grupe të politikës, është e pamundur, sado i Zoti ti jesh, në Shqipëri ka me 10 oficera policie, me 10 inxhinier, apo artist, apo gazetar, apo njerëz të ndryshëm, të cilët nga mjes deri ndark prodhojnë dije, por dhe prodhojnë dhe aktivitet publik, dhe jo të gjitha kanë fatin dhe mundësinë, shikonin në nivelin e parlamentit, kush hyn dhe kush vjen. Dhe nga përfaqësohemi shpeshherë. Ka ministra për shkakun, nëse drejtori dhe një vit e gjys, ministri bën ndron çdo 2 vjet. Ka ministra të cilët kanë hyrë prej 13 vjetësh, janë 13 vjet ministra. Pra duket sikur kanë harruar dhe do dalin pension ministra. Po ministri nuk është SHPK. Ministria është një institucion që do të thotë strategjik. Por këtu nga njerë vendosin persona dhe jo qytetarët. Qytetari nuk ka më pesh në zgjedhje dhe në përzgjedhje, e vetëm e zgjedhje të votoj partinë, po dhe me partinë nuk i ka zgjidhur problemet dhe ka abandonuar. Dhe abandonimi ka bërë oponencë. Kush është oponenca? Opozita reale është abstenuesi, sepse nuk gjen më zgjidhje dhe nuk gjen më zgjedhje. Familjet tona, gjithë bashkë, shqiptarët kudo që janë, investojnë pafundësisht ka arsimi. Sepse e din shumë mirë që vërtet jemi vend i varfër, vërtet nuk kemi shumë të mira materiale, por vetëm e gjë të investojmë tek arsimi, të japim mundësi fëmijës që të paktën nërmes shkollës të ketë mundësi të gjejë një vend pune apo të gjejë një mundësi për ta bërë qoftë dhe karrierë. E kuptoj. Megjithatë ju vazhdoni ta jepni kontributin tuaj, ëh, qoftë. Unë vazhdoj të prodhoj në pikërisht media dhe nëpërmjet emisionit, vazhdimisht nëpërmjet pa asnjë lloj interesi të prodhoj dhe të ndihmoj sa të mundem nëpërmjet ekspertizës time. Kam propozuar disa herë për të vendosur dhe për ta stimuluar për të krijuar armën e xhandarmerisë. Kam folur shumë herë që në momentet e para për kamerat inteligjente dhe për Smart City. Kam folur her pas here për ndryshimet si mund të ishte drejtori i përgjithshëm, por edhe që drejtori i përgjithshëm të jetë i varur të marrë votat në Parlament shqiptar, sepse do të ketë mundësi dhe të kthehet dhe të japë llogaridhënie përballë ligjvënësve, si dhe ndryshime të tjera, të cilët mendoj që vlen për dhe i vinë ndim policisë së shtetit. Po janë marrë ndonjëherë parasysh të gjërimet tuaja? Po janë marrë shumë. Okej. Janë marrë shumë, madje më vjen mirë që janë marrë. Unë madje kam folur disa herë kur folëm për kamerat inteligjente, ka qenë një debat në distancë me ish-ministrin e Brendshëm, kur u vendosën ato makinat inteligjente, unë thash që nuk janë kamerat inteligjente, makinat inteligjente. Makinat janë gracka, thjesht që në moment caktuar të mbledhin gjoba, por nuk zgjidhin problemin. Zgjedhja do të thotë që të rrisim edukimin tek guidimi tek makina, tek qytetari, tek përgjegjësia në rrugë, dhe kjo vjen duke vendosur kamera me paralajmërim, por duke vendosur dhe sistemi tutor të matës shpejtësisë mesatare, në mënyrë të tillë që të edukohemi nëpërmjet këtyre masave, po të mos gjobitemi dhe të goditemi thjesht sepse kemi sistemet dhe nga i kthejmë ato për modele o për të mbledhur para ose për të bërë goditje selektive. E kuptoj. Ka edhe njerëz ndoshta zoti Softa, të cilët s'ka nevojë të jenë pjesë e një gare për të qenë në postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Për shembull, një rast do të veçoja, siç është ai i zotit Gledis Nano, i cili është larguar nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë, ka hapur një gjyq dhe ka fituar gjyqin ndaj shtetit shqiptar. Ai automatikisht duhet të rikthehet në detyrë pagar? Kush nuk ka fituar gjyqin në këtë vend për pagët? Për pagët ka fituar. Po jo, për largim të padrejtë nga posti. Okej. Por kjo nuk do të thotë se automatikisht do të kthehesh në post. Sepse policia e shtetit ndërmori ndryshime ligjore lidhur dhe me kriteret e përzgjedhjes së drejtuesve të lartë. Pra, edhe në momentin që mirë zoti Nano u largua në mënyrë të padrejtë, fitoi drejtën e rikthimit në punë. Po. Por në të njëjtin vend ishte edhe zoti Rumbullaku.
Dhe në moment që u shpall, kjo... Po edhe ai, pse jo? Pra, këta njerëz duhet... Automatikisht e humbet të drejtën. Pse? Për shkak të ndryshimeve ligjore? Për shkak të ndryshimeve ligjore. E kuptoj. Këto ndryshime ligjore u bën qëllimisht për të penguar këta njerëz, që ndoshta do të fitonin të drejtën e tyre dhe mund të riktheheshin në punë? Ne kemi folur shpesh për ndryshimet ligjore. Mbati edhe me zotin Mullaku në dy takime që kam pasur, kemi bashkë biseduar edhe për idenë e krijimit të kësaj platforme dhe jo vetëm që e pëlqente dhe po punonin për këtë grup. Pra nuk ishte kjo gjë e përgatitur për Gracka apo për të penguar persona të caktuar. Sigurisht është një progres, gjithmonë është si spiralja, që duket sikur vjen në të njëjtin vend, por gjithmonë një hap ose një nivel më lart. Prandaj ndryshimet ligjore janë pozitive, por sa dhe si policia duhet jetë ose politika duhet largohet nga policia. Në shumë vite më parë kemi bërë trajnime me oficerë të lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nuk harroj kur një grua, një zonjë, ishte shefe departamenti, kur thoshte që ne kemi bërë shumë gabime gjatë rrugës, ashtu siç po i bëni ose do t'i bëni edhe ju. Ne merrnim nga rruga që kishte akses politik, e vendosim inspektor, e vendosim detyra. Arriti një moment që njerëzit na përçmonin, humbëm shkallën e besimit dhe besueshmërinë tek publiku, derisa kuptuam që kishim bërë një gabim. Dhe pastaj u rikthyem te këto norma që ne kemi sot, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendosja dhe në vendet e Bashkimit Evropian nuk janë më, meqense është i partisa. Ju kujtohet pak vite më parë që partia kishte drejt vendoste, partia C vendoste edhe shef Arendi, shefin e Rendit ke treshi, shefin e ke dyshi apo ke njëshi, e vendoste se thoshte kam dhe kaq shef Arendi për të vendosur. Ose kur politika vendoste që partia e vogël, që unë t'jap votat ty të marrësh majorancën, më jep mua Ministrinë e Shëndetësisë, ose më jep pak unë. Pra, postet ndaheshin mbi bazën e marrëveshjeve politike, dhe nuk merreshin me rëndësinë e një zhvillimi kombëtar. Disa sektorë janë bazik: siguria kombëtare, policia e shtetit, shërbim informativ, shëndetësia, shumë e rëndësishme ka të bëjë me jetën e qytetarëve. Nëse Obama fitoi një popularitet, u mor me problemet e shëndetësisë së qytetarëve amerikanë. Nëse këtu do të merresh realisht me problemet e shëndetësisë, me problemet e sigurisë kombëtare, do të merresh vërtet me disa probleme që janë madhore dhe bazike, të cilët i bashkojnë njerëzit dhe nuk i ndajnë nga pikpamja e ideologjisë, atëherë këto do të jenë institucione që do i takojë forcës majorancës politike, por duke vënë njerëz profesionistë. Madje unë mendoj që ka ardhur koha, një mendim tjetër që jap tek ju, ministri i brendshëm të jetë një person jashtë politikës. Për një farë kohe, derisa të krijohet një besim midis palëve. Një person teknicien që nuk ka marrë pjesë pak në 10 vjet aktivitet politik dhe nuk është aktivizuar me forca politike. E kuptoj. Ky do të ishte sugjerimi juaj i radhës. Mendoj që është më e mira në një klimë kaq të konfliktuale që ka Shqipëria. Dhe në fund, zoti Softa, nga ky mos stabilitet që ekziston prej vitesh tashmë në policinë e shtetit, kush përfiton më shumë? Krimi organizuar, politika apo të dy bashkë se janë të ndërlidhura? Shiko, sa më i fortë jetë shteti, më pak hapësira ka. Sa më i dobët dhe më i çoroditur, patjetër që ka mundësi që ata të depërtojnë. Në qoftë se politika ka toleruar, s'mund të them ka stimuluar, por ka toleruar, patjetër që në momentin që erdhi forca majorancës, Partia Socialiste, në pushtet, unë e kam përshëndetur në mendjen time faktin që e hoqi nga harta e Shqipërisë Lazerati. Pra ai që duket Lazerati ishte një kështjell e pamposhtur, një vend i vogël, mendoni, i pamposhtur, që u quajt e gjithë bota vendi fshati i Kenabisit, e fshiu nga harta. Por u bë Lazerat gjithë Shqipëria. Avionet e drogës i zbrisin dhe uleshin. Pastaj thonin në parlament, ju kujtohen ato debatet që janë për mushkonja. Por mushkonja nuk ishin sa i ngelin në rër. Pra gjitha këta nuk erdhën rastësisht. Kanë ardhur gradualisht. Filluan nga krimet e vogla, nga ato shpërndarësit e drogës, kaluan tek prodhuesit, kaluan tek grosistët, kaluan tek marrëdhëniet ndërkombëtare, kaluan tek drogat e forta, kaluan tek krijimi i firmave fantazëm me fruta egzotike për të futur dhe për të justifikuar dërgimin dhe dërgesat nga Amerika Latine, arritën të fusin para nëpërmjet furgonave apo automjeteve me dozat mëdha si ajo automjeti Yaris
që mbeti enigm, akoma nuk e kuptuam si e zbuloi Si kishte ndodhur edhe një kryetar i opozitës që do vinte një automjet edhe sasin edhe markën që do vinte në Dogan dhe pastaj tek ajo që dyshohet gjithmonë a pastrohet para në Shqipëri. Pse ka rënë euro? Ne nuk prodhojmë. Ne gjithë hajmë, gjithë pijmë, gjithë konsumojmë, por nuk prodhojmë. Nuk kemi vend si dikur që shisim kromin dhe e konvertonim. Shisim bakrin apo prodhime të tjera dhe i konvertonim. Shqipëria gjithë lëndë e parë i merr nga jashtë. Atëherë është e mundur, kaq e fortë monedha shqiptare sa ka mundur ekonominë europiane. Për gjitha këto janë vende të cilët më bëjnë të dyshoj që krimi organizuar, jo unë, po këta janë statistika të thëna nga agjensinë ndërkombëtare, të përsëritura disa herë, si nga ish drejtuesi Spaku dhe nga drejtuesi aktual, që thotë që krimi organizuar është shumë i rrezikshëm dhe shumë i organizuar. Dhe lidhet ndërkombëtare me organizata të frikshme, si mafia italiane, apo ato të Venezuelës, apo vende tjera, apo ndryshimi i kanaleve të komunikimit, por këtë më shumë se kushdo e zbërtheu aplikacioni Sky, etc. ku dhënat reflektuan që brenda saj kishim dhe persona të një nivelit lartë në policinë e shtetit, të gjyqësorit dhe të funksioneve të tjera. Dhe kjo tregon që krimi nuk është më ordiner, por krimi është më shumë si organizuar dhe madje mund të ketë persona që edhe në moment që ne flasim mund të jenë në disa funksione, por përsëri deri në koha është treguesi më i mirë ose gjykatësi më i mirë. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit. Bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi pas pak në pjesën e dytë.